Dua të përshëndes sportarësit shqiptar të kombit shqiptar që kishin ardhur nga gjithë treva shqiptare dhe nga diaspora për të parë ndeshjen midis Shqipërisë dhe Serbisë. Vëllezërit e mi, motrat e mia, ju tifoza me zemër patriotike, tifoza që nuk i ndani kombëtarës, duke lartësuar këtë kombëtare edhe duke dhënë impulse dhe fuqi djevën tanë janë në fushë. Vërtet, unë kisha parashikuar që ndeshja do dilte barazim, por neve do marrim fitoren në Serbi dhe kjo do jetë gjëja më e bukur, që do lidhi shumë interesa kulturore, sportive, politike, diplomatike, sepse Ballkani e kam thënë dhe them përsëri që do jetë një Europë e vogël dhe ju po jepni kontribut atje ku jeni. Faleminderit.